Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Passo, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio live, gjithashtu dhe në Digital në kanalin Sport News, por dhe në kanalin e Top Albania Radios në Digital në kanalin numër 10. Ora eksakte është 6:10 minuta. Super Watch, i Verde Watch i dashur miq, një tisoj jashtëzakonshme. Vetëm aty bëni dhuratat e dhura për Shën Valentin dhe 7-8 mars. Mos harroni Verde Watches. Përshëndetje Manushi. Mirëmbrëma drejtor Glend Albani. Mirëmbrëma Lorenzo Emini. Mirëmbrëma drejtor. Mirëmbrëma Gzim Sinemati. Mirëmbrëma jo drejtor. Jo drejtor. Nuk e njeh këtë institucion fare. Jo, se ka shumë Shqipëria drejtore. Drejtor Passos. Në vendet që prishet raporti midis drejtorëve dhe proletariatit, prishet raporti dhe jetës manush. Sot është një ditë shumë e rëndësishme, sepse çeka dita ndërkombëtare e radios drejtor. Dita ndërkombëtare e radios. Dhe tani 13 shkurti. Ne i vetmi produkt radiofonik të rëndësishëm që kemi përsa i përket barkut ton, gjithmonë brenda Top Albania Radios është Passo. Dhe ku më mirë se sa Glend Albani, drejtori Passos, që dje ka qenë ekscelent në komentin e Atleticos Madrid dhe Barcelonës, që ka qenë një super ndeshje që ka sjellë Digitalbi, emocion i frikshëm, futboll o gëzim nga ato që nuk e di, domethënë futboll që ka lind për sulmuar, sulme në dy krah, mund të bosh gola pafund, raste pafund. Domethënë nuk e di, një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe faleminderit Glend, faleminderit Digital. Njëri që ishte afër në koment me Glendin thoshte për çdo gol të Atleticos dilte nga i pik loti i Glendit. Po diskutonim përpara çfarë do bëjmë fillim. Edhe Lenci tha fillojmë me kupën. Unë thash fillojmë me kombëtarët. Tak ky fillon me Atletico, do të shkon aty ku i dhëm ajo. Ka një komentator të rëndësishëm se ne unë gjej shumë komente edhe në Spanjë, quhet Talavera, që është tifoz i çmend i Atleticos Madridit. Edhe komentonte golin e parë. Po ekstaz, ke goli i dytë, ke goli i katërt. Nuk i besote mua si gjë se 4-0 Barcelonës, edhe thoshte Atletico Madrid 4, Barça 0, po kërtiste kështu. 0 në atyre. Domethënë ai ishte dje në ekstaz. Se realisht është një publik ai Atleticos që haperim pak e këndeshje, se ishte rezultat shumë i fortë dje 4-0, një fitore Atleticos plotësisht e merituar, biles po i thoya Gzimit se Gzimi u përqendrua më shumë te Arsenali që normal ishte ndeshja mund të ishte edhe më shumë se 4-0, mund të ishte 5-6 për rastet që ata krijonin. Dhe mbefasoi diçka se sa herë që Atletico shkonte te porta e Barcelonës ishte gjithmonë pothuajse 90% ishte gol. Një 10% mund ta shpëtonte. Fati ose ndonjë gjë tjetër, një arsye tjetër që nuk shënuan gol. Megjithatë u duk shumë një skem shumë e konsumuar e Barcelonës dje, që provoi prapë ato pozicione as lojë ashtu, kundër sulmet e Atleticos ishin vrastare gjithmonë një nivel i jashtëzakonshëm i sulmit me Griezmannin me Alvarez me gjithëtarët ishin në nivel shumë të çuditshme. Por në fundin e ndeshjes mendoj që u prish pak ndeshja në analizat që u bën mbrapa. Se në përgjithësi kur mbaron një ndeshje 4-0, fokusohesh tek dobësia e njërit prej njëra për skuadrën Barcelonës në krahas apo forca e Atleticos. Shumë u morën atë golin e anulluar të Barcelonës, sepse për herë të parë në Spanjë vari për ta vendosur nëse ishte pozicioni i rregullt apo jo, mori gati 7 minuta kohë. Dhe ishte diçka e çuditshme. Ja ku është se po e kemi foto. Ky ishte momenti, ne kemi shkëputur një foto në Kjo është foto që ka qarkulluar sot, po gjatë gjithë është foto e vizës. Në momentin e pozicionit jashtë lojë, është i çuditshme Lorenz se si ky rast është pozicioni jashtë lojë. Unë sot kësaj dite vazhdoj ta shoh gjithë ditën sot të foto dhe nuk dalloj dot pse është pozicioni jashtë lojë. Mund ma shpjegosh pak ti? Jo, kjo foto, më fal që ndryhy Jemin, ka offside ato gjurin e lojtarit Barcelonës atje në ekstrem që se kuptoi tani që kush është, kupton? Golin e ka bërë Pesa, Kubarsi e ka bërë golin. Ideja është kjo që kjo foto është e fundit të aksionit, domethënë është e momentit vetëm po fundi këtu fillon loja, këtu fillon pozicioni jashtë lojë. Jo, e di pse? Ky lojtar i parë i Atleticos Madridit, në momentin që është nis pasi, nuk ka qenë këtu Glend. Jo, po ka qenë ja bandes. Pasi fillon kur e ka prekur topin Lewandowski, aty fillon analiza e pozicionit jashtë lojë. Këtu ndalohet tani. Pra devijimi që ka bër Lewandowski me këmbë i pavullnetshëm, duhet thënë, i pavullnetshëm. Ka çuar topin tek Kubarsi. Tani dje me drejt thonin analistët, ore, pse nuk është marr vija me topin? Pra, pse nuk është bër vija te topi? Po është bër te këmba. E Lewandowskit. Saktë, edhe se si topi është në pozicion të rregullt topi. E kupton? Se është një pasim i pavullnetshëm mbrapsht atij. E kupton? Pse nuk është marr vija në se topi matet këtu apo jo? Po, në këtë rast. Në përgjithësi me topin matet. Po. Domethënë pozicioni jashtë lojë apo jo? Vetëm nëse e shikon vijin këmbën e numrit 5 të Kubarsis, vetëm nëse është si rasti Lewandowski i doli thoi, ja,
këtu është e dallon dot me këto vija thojnë. Se shiko çka ka ndodhur tani. Është histori thoj, po patjetër histori thoj. Shiko çka ka ndodhur tani. Topi është 2 pllëm brenda, që thot drejtori. Shiko çka ka ndodhur tani. Dje drejtuesit e VAR-it e sektorit arbitrar në Spanjë kanë dalë brapa ndeshjes, kanë thënë që kjo situatë është nga situatat më të vështira për atë pozicionin që gjendet me inteligjencën artificiale. Duke qenë se kanë qenë shumë lojtarë aty. Ajo pozicioni gjysmë automatik që del me ato skema 3D e ka patur të pamundur për ta nxjerrë në këtë situatë, kur ka patur shumë lojtarë dhe ka kaluar sistemin në tilt. Dhe është detyruar tani gjithë ekipi i VAR-it që ishin brenda të kalojnë në sistemin manual, të kthehen prapë tek fillimet e VAR-it, të bëjnë vijat vet. Dhe prandaj morën 7 minuta kohë dje për të nxjerrë nëse pozicioni ishte i rregullt apo ishte vjen pikat pikërisht vjen pikat në lojtarët fundor. Por kjo la shumë dyshime për vendimin që u mor. Edhe atje vetëm nëse ka dalë milimetra maja atje. Po me milimetra nuk e dallon dot me vi milimetrin ti se dallon dot. Del kështu automatikisht. Pra, është çuditshme. 20 milimetra, ajo s'dallohet as me jo me sy pas me po e nxjerr sistemin, nuk e çaj. Eze kjo është pak gjë për para ndeshjes, se Atletico është me që Barcelona. Shiko, duke qenë se ka një ndeshje dytë, prandaj diskutimet u mbajtën tek ky rast. Ishte 4-1 dhe bësh 3. Situata mund ndryshonte në pjesën tjetër. Ekipet e mëdha kanë këtë privilegj manush, që ne nuk merrem me 4 gola të Atleticos, që mund të bëhet 6 Atleti. Mund të 8, po merrem me një gol të anulluar të Barcelonës. Disa ditë më parë në proces kur bëri atë golin e jashtëzakonshëm, ai gol kur e vepri Szoboszlai, ne do në gjeni kush e ka fajin. E qartë, po. Kujtohet rëndë tani më shumë minuta i kushtojmë një gol të anulluar se golave të Atleticos. Nuk është vetëm një gol i anulluar. Nuk është vetëm një gol i anulluar. Edhe kjo merr shumë kohë për Barcelonën. Ky është një rast që mban diskutime. Do ishte anulluar një gol i Atleticos. Një gol Atletic kur do kishin fol kaq. Gzim ti je marr me Arsenalin. Po je marr me Arsenalin. Ndjesia që ti jep një gol i anulluar 7 minuta pushim. Por 7 minuta pushim në ndeshjen Atletico Barcelona për të marrë një vendim vari, ishte gjë e frikshme. Do të thënë ti u futën për përgatitjet edhe trajnerët e Atletikës në fushë që të nxefishin lojtarët, se ikën. U shkrin si protestë. Ky është si protestë. Mendoj që ky problem u zgjidh. E mbajmë pak diskutimin apo bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe kthehemi më njëherë. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi përsëri dhe më njëherë fjala për Ed Manushin për një informacion të rëndësishëm. Në fakt për gjithë miqtë që janë duke drejtuar makinën e tyre në këtë moment, vetëm një gjë nuk duhet të harroni kurrë. Çdo sekond ka rëndësi dhe çdo detaj për ju që jeni timon shihet me sy. Mos e lër shikimin të bëhet rrezik. Kontrolloje atë rregullisht. Klinika Europiane e Syve. Shiko qartë, drejto i sigurt. Pra është këshilla për sot ju që jeni timon. Klinika Europiane e Syve. Gzim Slemati e lash fjalën për gjysmë. Po thoje për Barcelonë. Unë do të thoja këtë që 4-0 është humbje më e rëndë që ka Hansi Flickut, ë? 4-0 dhe qenë pjesë parë të 4 golat. Po kjo amaj dhe vullën një gjë Manush që ata ekipi më spektakolar. Por besoj se kush mund t'ja kaloj. Jo, s'ja kalon. S'ja kalon as ekip në anë spektakolar. Ekipi spektakolar ka mbrojtjen shumë dobët. Domethënë imagjino se sa ekipi fort janë në sulm, pjesa e mesfushës së sulmit, që mund të kenë mbyll shumë historira të tjera, por kjo tani i kanë ditët e Hansi Flickut janë shumë të shkurtra. Një humbje nga Atletico Madridit, Barcelonën, 4-0. Ai historia golit thot Lenti që mund ndryshote pak. Po them që me atë koment që thatë Juve që ka pasur raste të tjera, kjo i vuri vullin që Barcelona është shumë e dobët në mbrojtje. Do të thoja që me një trajner të tillë që u kujdes domethënë gjithmonë të vendoste një raport tjetër të rregullonte gjithë raportet e Barcelonës, nuk arriti ta bënte. Ti më nuk çfarë mendon? Në atë kohë Hansi Flickut. Nuk ka fitore më turpruese se kjo. Ke Barcelona ka një 4 gola kapsuar edhe në nëntor, mundi dhe Sevilla 4-1. Ke Barcelona 4 gola, patjetër që janë shumë tregon që ke 4-1, po ti në fillim the që edhe 6 mund bësh. Patjetër. Mund bëni. Çdo aksion të Atleticos kishte edhe Barcelona 3-4 rastet e veta. I kishte, nuk është se kishte. Pati shtyll, pati të rastin e golit anulluar, pati ai Fermin Lopez që ju bukën 2-3, pra Barcelona humb shumë raste këto kohë. Do të them që ke Barcelona po me 4-1, ndoshta ka drejt Blendi kur thotë që ku i diet kësaj rihapje. Madje më bëri përshtypje Hansi Flick, po gëzoni, tha, shumë mirë bëri që gëzoni, po tha kemi dhe ndeshjen e kthimit. Po, mund të bëj tani
është e vështirë për ta përmbysur një 4-0 me Atletikun e Madridit në këtë gjendje që është Atletiku Madridit. Dje ka qenë merit e gjitha e Atletikos Madridit, unë sa kohë ndjek Atletikon e kohës Cholo Simeones nuk e kam parë kështu. Se po që ky Atletiko në vazhdimsi të tillë, Glendi e komenton javë pas jave. Jo çudi është ka parë Atletiko kështu. Por kjo blerje e re që ka bler Atletiko. Dhe sa mekanizma që ka futur në skuadër e ka freskuar shumë. Glendi, që se Glendi ka ose unë kam kaluar më shumë nga Arsenali. Nuk ishte edhe egër tha, siç është zakonisht. Ishte pak a shumë, po bënte një lloj Barcelone për të mund Barcelona. Atletico shumë simpatike. Do të ajo la shumë hapësirë kundër shumë ishte edhe në pjesën e dytë që bëri Atletikon që filloi të kapesh mas 14-0 me një lloj egërsie, po ti thriste mendjes, mund të sulmonte prapë dhe mund të shënote. Po humbi një rast me Sorlo prapë në fund. Po bëri atë që të mbajmë 4-0, lutem Zotit siç bën ai, sidoqoftë, ishte merit e Atletikos gjithë. Barcelona i ka limitet e veta, po prapë lojtari më mirë në botë pa dyshim sot në qarkullim për mua është Lamine Yamal. Ka hyrë në një fazë të karrierës. Ti sigurisht ashtu fare. Do të sa gjeste, aq pak sa i. Ti ata e kishin marrë masat mirë. Ai nuk ka suportin e bukur të skuadrës. Ata do të bëjnë 2-3. Manush sipas Glendit ndeshja sabotu pak nga ata. Terren në lagur me gjëra që pengonin lojën. Barcelona. Barcelona. Ka kështu gjërash, por dje, domethënë gëzim kampanjë një Griezmann stratosferik. Dhe na njëri mua për një gjë më të mirë. 12 vjet që e shohin futboll, po 15 vjet si gjëse ka pasur. Ty të pëlqen shumë Lamine Yamal, po unë nga komentet që lexova, thonë mungesa Rafinhas i kushton gjithmonë shumë Barcelona. Patjetër. Barcelona Pedri Rafinha diet se çfarë mungesa është te kjo skuadër. Me 4-0, për shembull, po të ishte rezultati 4-1, ndeshjen e dytë që do luhet në 3 mars, pra pas gati 2 javësh, ndoshta edhe pak më shumë. Ata mendohet që mund të kenë mbrapa dhe Rafinha, mund të kenë mbrapa dhe Pedri, mund të rikthehen nga dëmtimi, pra mund ta ketë kontingjentin e lojtarëve dhe me këta, në Camp Nou, me fushën e vet, me stadiumin e vet, ata mund ndodhin me 3-0. 4-0 më duket shumë rezultati shumë i thellë për ta mendosh. Hansi Flick tha dje mbas ndeshjes që ne tha 4-0 mund ta them. Domethënë ne si Barcelonë mund ta them, sepse mund tha po të bëjmë një llogaritën e 2 gola për pjesë i bëjmë. Për 45 minuta 2 gola mund t'i bëjmë. Ata pas do rrin, i prap mirë tani logjikën e vet, ai do ta mbaj ambientin të karikuar. I bëri thirrje tifozëve, do thotë që s'do ta mbylli ndeshjen. O Glend, më mirë, është. Por një gjë më erdhi mirë. Detyra tjetër. Aq shumë ka vujt Atletico, me Barcelonën këto vite. Një trajneri mirë, pasi ka 4-0, nuk merret me ndeshjen e ardhshme. Gjen arsye pse mund 4-0. Ai s'mund t'i thotë njerëzve, hajde si do bëjmë 5. Ashtu i bie që mua ma bit një diçka tjetër. Që futbolli nuk është më ajo rrallë. Ai çfarë bëj tani? Si ka mundësi e pranoi humbjen. Kjo Atletico që pam dje dhe është 12 pikë mbrapa Real. Ky është problemi më i madh. Do një shkëputje shumë e madhe në kampionat. Është skuadra që ka bërë më shumë investime, ne themi shpesh, ka bërë 420 milionë investime në 2 vjet. Tani nëse në ata, shikoj ç'a ndodhi dje, një gjë që më vinte çupti e madhe. Pjesën e dytë hoqi 3 sulmuesit, pra hoqi Alvarez, hoqi Griezmann, hoqi Lukman, dhe futi 3 tjerë që prapë janë niveli shumë i lartë. Almada, Sorlo. Në lojtar të jashtëzakonshëm, që mund të luajnë kudo. Është çuditshme se çfarë kontingjenti lojtarësh ka. Mbrojtjen e ka nga më të mirë, në fushën nga më të mirë. Atletico Madrid do 2 vjet. 420 milionë euro. A bleu tani prap? Ishte një analizë që bëhen në Premier League, në krye të shpenzimeve ishte Manchester United. Gjithë ky shpërthim që kanë bërë tani justifikohet me ato bilaret që kanë bërë. Ishte i pari në Premier League Manchester United, pastaj vinin Arsenali dhe këto ekipet e tjera. I shtati ishte City. Edhe tregonte se si qaj Guardiola që më kanë lënë balt këta bosat e mëdhenj, thoshte sepse ne s'kemi qenë kurrë shtatet për blerje. Është në raport në shpenzimet. Manchester apo Liverpool është vend parë për blerjet. Manchester United. Edhe Liverpooli mund të jetë bërë këtë vit, se ishte vit investoi shumë me Arsenal. Megjithëse prap e pendeshën me West Hamin, Manchester United ishte fitoria 5. Po mos kërko ti shohësh në një nivel ekipet. Ti the çfarë? Se është 12 pikë mbrapa ky ekip që mund 4-0 Barcelonën. Nuk mund t'i bësh dot gjithë neshët në një nivel. Jo, po jo dhe aq. Ekipi më i mirë në botë, shiko Barcelonën ç'luatje ka. Shiko Real Madridin, shiko Arsenalin. Arsenali vujti, ju duk i mirë barazinë me Brentfordin sepse u rrezikuan në fund dhe mund të fitonin dhe ata. Nuk e luan dot. Dhe vajti 4. Në këto nivele nuk e luan dot kaq shumë me barazimin e Arsenalit dje. Pse u trombe kaq shumë? Unë u tromba se bashkë një ekip që u kthy me armat e Arsenalit u kthy kundër. Shikoja Manushtin në çdo vend kishin vënë peshqira dhe fshinin topin. Peshqira të zi. Fshinin topin dhe kishte një lojtar që kishte aftësi fantastike, e kthente auti në korne. Kajode është lojtari është italian, është që ja sugjerojnë dhe kontarës. Siç ka Arsenali që ka trajner të posaçëm për kornet, për goditjet dënimit, ta kishin ekspert për këtë.
kanë rrezikuar në çdo rast. Edhe e di ç'ndodh te porti Arsenalit, gjëja më e vogël që humbiste fare që s'duke ishte portieri. Portieri Raja. Ata kishin presion të madh, ata thash vetëm ata ja kalon Arsenalit, kur bëhet goditje dënimi ose aut, ishin shumë të egër. Pastaj ekipi fort, dominim në kishte Arsenali, ama dinin kundër sulm rrezikonin. Brentford e justifikonte që në vendi 6, vendi 7, vendi 6. Çuditshme është, se 4 pikë tani është diferencë shumë e vogël. Jo, se fillon të ta ndjesh atë kundërshtarin që ke afër. Dhe Manchesteri ka një kalendar tani pak nuk e ka shumë të fortë, ka të zbutur, Po ka dhe një detaj që duket sikur ky Arsenali është i mallkuar ky Artetet. Deri në minutën 82 ishte 9 pikë para Liverpool Manchester City. Me atë golin që u fut në lojë Manchesteri vati 6, sot e kemi 4 pikë tani nga Manchester City. Po pra, do të për një ndeshje lojë e hapur shumë. Shumë e hapur në Angli dhe shumë rivalitet fort. Natyrisht që Zëfrika me Arsenalin se ka një gjë, diferenca midis kampionatave përcakton shumë. Nëse Reali, Barcelona dhe Atletico Madrid shkojnë poshtë për vizitë, poshtë në fund klasikimit. Në Angli s'ke. Nesër e ke parë. S'ke vizitë. Po shkove në Angli, s'ke shans fare. S'ke vizitë fare. Ai ka dalur, ndoshta është ke zona që ka ikur dhe prapë është muri i lartë për të ka përcyer. E vërtetë është. Para se shkojmë publicitet, një falënderim dhe për Beauty Point sepse nesër është dhe Shën Valenti, do bësh ndonjë dhuratë të rëndësishme ti? Jo vetëm një. Kështu që Beauty Pointin e ke vendin e dur për të gjetur markat më të mira. E ke Ring Center tek rruga Minepeza te dyqani i vet zyrtar në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, por markat mund t'i shohësh edhe te faqja e tyre që është në website-in beautypoint.al. Tani momenti për bërë një shkëputje dhe kthehemi, flasim pak pastaj për ngjarjen më të rëndësishme, shortin e Nations League për kombëtaren, gjithashtu dhe rastin e Modjolës te Partizani Elbasani që ka karakterizuar këtë javë në futbollin shqiptar. Po. Passo në Top Albania Radio. Radio Gaga që ka qenë një omazh për radion, sepse në vitet 80 kur Freddie Mercury ja. Më kape. Do e gjeshe kryesorin? Do e gjeja. Tani më ta mbaroj drejtori tani, ta mbaroj drejtori. Jo, po thoya që në vitet 80 kur ai bëri këtë këngën, ishte duke lulëzuar televizioni, kishte filluar këngë duke bërë videoklipe këngëtarë dhe këto dhe ai tha gjithsesi radio mbetet më e rëndësishme edhe në atë kohë, edhe i dedikoi radios pikërisht këtë këngë që ishte një nga këngët më të bukura të asaj periudhe. Pyetje me spec për Lencin. Freddie Mercury e tregoi Glenti, ti the që do e gjeja. Pyetja me spec është, cili është aktori që luan Freddie Mercury në këtë film? Ja, këtë se gjeto. Asu se gjeto atë emrin. Se mbaj mend, është e vështirë shumë. Emrin se dim, po fytyrën jam. Fytyrën e ka si ai. Rami Malek. Se e ka qarë filmin realisht. Ka qarë filmi, po. E disa kohë ju ka dash me thith Freddie. Vetëm rënd. Pjesa më e bukur është ajo që imiton atë koncertin në Londër, në Wembley. Ato 20 minuta që kanë qenë mes nga Wembley. 20 minutat ka qenë dhe kjo kënga e Radio Gaga që e quhen ai dhe ka qenë një nga performancat më të mira që ndryshoi gjithë historinë e Queen-ve se çfarë ndodhi më mbrapa. Edhe këngën e Radio Gaga ka kënuar pikërisht në atë koncert në 80 mos gaboj ka qenë viti. Rhapsody dhe kënga për nënën pastaj ishte kulmi. Mama, një këngë jashtëzakonshme. Kjo falënderimi shkon për Chloe tonë, e cila shumë delikate për Radio Gaga. Mbas Chloe, kë kishte për të falendëruar tjetër? E çrregull, breverake Chloe, ku është Chloe? Nxirreni urgjent. Ecim. Mbas Chloe, kë do falenderoj tjetër? Falënderimi shkon vetëm për ata që kanë zgjedhur të makinat elektrike në jetën e tyre. Dhe kush i ka bërë këtë gjë tek Electric Cars Albania asnjëherë nuk ka pse të bëhet pishmend. Ajo ka si avatar 11 në Shqipëri në versionin europian me GBT do thoshte Rizarta. Është me shumë gjyra. Shkoni shihni gjyrat, çmimet dhe çdo gjë. Garancia është direkt nga fabrika. E gjeni në rrugën e kthimit nga Tegu në Tiranë. Kalo në elektrike ECA Electric Cars Albania. Dje dhe partia u zhvillua kongresi i radhës i UEFA-s, ku u hodh dhe shorti në Bruxelles për Nations League dhe Shqipëria ka mësuar kundërshtarët e saj për grupin C, ku jemi këtë vit, zbritëm sezonin e kaluar në Nations League. Kështu që do jemi në grupin C, në grupin C1, më saktë me 4 ekipe. Bielorusi, Finland, San Marino. Këto janë 3 kundërshtarët tanë me një edicion që do nisi në muajin tetor dhe është një edicion, në muajin shtator dhe është një edicion ndryshe, sepse për herë të parë UEFA në bashkëpunim me klubet ka marrë një vendim që kombëtarët do luajnë 4 ndeshje, do jenë 2 javë të grumbulluar. Pra do luajë javën e fundit të shtatorit me javën e fundit të tetorit, do luajë 4 ndeshje.
Dhe është hera e parë që bëhet ky grumbullimi masiv Po dhe i mbaron ekipeve shpejt, se kombëtare. mbaronte për Mbaron në Mbaron fundin e për 2 muaj, shtatorit duket, deri në deri nëntor. në Po. nëntor. Pra, me pak fjalë, Kloj dëgjoj dhe ti të lutem. Bielorusi, Finland, San Marino. Ku do doje ti të shkoje ta vizitoje kombëtarin një nga këto të katra, të tre? San Marino. Ah, fytyr San Marino. San Marino, doje ti makarona italie, gjëra Si e shikoni grupin se Silvinho Dietha Umner. molto difficile, fjalia parë. Unë shoh Umner, domethënë. Po, pash dhe diçka. Ajo vazo tjetër pas ka qenë më e këndshme. Kjo vazo nga gjua e trupit e Silvinhos pash një lloj ftohtësie të tij për të komentuar Është Nations ftohtësia e League. kontratës. Sepse ai në atë periudhë është edhe pa kontratë, domethënë nuk flasi për diçka që ai se i mbaron kontratën direkt. Të marsit. Dhe kjo më bëri çudi sepse këtë javë Anglia i zgjati kontratën Tucheli deri në 2028. Pra besimi që i jep Anglia një trajner kualifikuar. Mirë, më dakord, po prapë se prapë janë të kualifikuar, pa ai ka një objektiv tjetër, ai duhet të fitojë botrorin. Pse ju mendoni se fiton që çfarë në rast se neve kalojmë, domethënë Shkojmë botror. Larg qoftë, nuk e kalojmë Polonin për të ecur drejt botrorit. Ju mendoni që mbaron aventura e Silvinhos? Unë them që aventura e Silvinhos do mbaroj sido që të shkojë në ndeshjet e Marsit, mendoj unë. Pse mendoni kështu? Gzim, keni Unë mendoj që mbaron. Nuk kam në informacion kështu. Nuk kam informacion, është thjesht ajo që mendon ti që mbaron Silvinho? Mua kësa radhe çuditërisht më duk realist. Thash turne që është shumë i shpejt, tash për 2 muaj është luks i madh që unë të merrem me gjykimin e këtij turneut. Ku kam ndeshjen shumë të rëndësishme me Polonin. Ishte shumë më realist. Po. Tani çfarë duhet të kuptojmë neve? E kush të ishte një nga ne të katër trajnerë kombëtarës. Do kisha hadhin këtë turne që s'ka ardhur akoma, ndërkohë që aty luajnë Zara të ndeshjen Polonin. Nuk është para Polonisë. Shumë e vështirë. Po me çfarë këtë si diskutim Gzim. Ti personalisht ti do doje që të lëvizte Silvinho ka kombëtarja? Unë do doja që jo Silvinho të lëvizi komplet mënyra si veprohet me kombëtarët. Pse si veprohet? Kjo ndodh kjo. Po sepse tashti çfarë do të thotë gjithë mënyra si lëvizet me kombëtar. Ëngjëlli Silvinho së fillim fare kur erdhi ishte politika më shumë se sporti. Ne e dim si erdhi si bëri. Okej. Në fillim e bëri mirë, u soll thjesht sheqerat, pastaj u bë arrogant. Pastaj tha iki kur të demon. Nuk e ka thënë asnjë trajner i huaj, nuk e thot trajner në kombëtarët e mëdha. Nuk e thot do Deschamps ke Franca. Ku çfarë Gjak Luani piu ky joni që arritet ta thot këtë. Domethënë e tregoj dhe ky vetë që unë mbrohem diku. Që vendos unë se kur të iki. Gjithë trajnerët tonë mbajnë rezultatet, këtë kush e mban? Nëse ti u mbet, do bësh i gjithë tjerët. Hik. Dhe e keqja është që ai kujton se ka bërë revolucion me neve. Ai nuk e di që neve nuk kemi revolucion. Më mirë që ka sjell politika trajnerin se sa ta site në strukturë federate që mund të kishte një kontroll më të shtuar. Kjo anë, po nuk do të vazhdojmë më manush. Nuk është gjë e politikë. Jo, them politika se politika një herë ndërhyr. Politika një herë ndërhyr. Ta sjell. Pastaj nuk është e fut hundët. Politikën e ke aty. Imagjino të ishte një gjë e sjell nga ai struktura të brenda që do janë nxitë jetën. Më sekond, Lenci, ta mbaroj pastaj. Nuk bën dhe zgjedhin dhe ikën politika. Politika bën zgjedhin dhe e ke aty. E ke sipër kokës. Ti thua javë për javë pse s'merret muçi. Është brenda dhe politika. Pse s'merret muçi? Pse nuk janë politika ato? Ndrohet shumë menaxherin, bë këtë, bë atë. Janë të politikës ato. Kush ta jep atë mundësi ti? Që një lojtar që kanë formë që shnon javë për javë dhe ti nuk e fut fare në listë. Pse budallash Silvinho, po të kishte ardhur nga sporti, do ishte nga të parët në listë muçi. Ashtu si ka ardhur, merr të tjerët para muçit. Kështu që banë them politikën aty e ke. Puna është se Silvinho e arriti maksimumin edhe ti që thua ti që Silvinho ç'a do të ndodhi, mendon që do largohet. Po analizoj nga jashtë, çfarë shoh. Po se mendon ti që do largohet. Unë do gjykoj kështu, 4 vite më duket okay për një trajner që kombëtarët tonë ka trampolin, se ai nuk besoj që do ka ardhur për të mbyll karrierën e vet. Apo se është fillimi i tij. Është fillimi, po pra është fillimi. Kështu që ai do doj dhe mund se ka oferta rresht ai dhe patjetër do vinë oferta, pse s'do vinë. Ai trajneri i tregut është. Nuk është se ai, domethënë nëse ai bën rezultat mirë me Polonin tani në Mars. E di çka kam zbuluar nga ky. Sikur të shkojnë botror pse do ishte super dhe për ne. E di çka kam zbuluar nga ky vend. Ky vend është aq interesant se e lidh me çelidhë politikën. Sa që ky vend mund të jetë shumë interesant edhe për karrierë. Ka disa ambasador që vinë në Shqipëri, nga njofjet dhe nga punët prej serviles që bëjnë ata në Shqipëri, për njëherë katapultojnë në vendet e tyre. Po është vërtet ka. Për shkak të disa telefonatave që bëjnë këtu, i thotë ai Giorgia Melonis, "Giorgia, futi një promovuar me këtë se është buri mirë si në Tiranë lezetshëm." Se kanë kaluar vështirësi. Pritani. Dhe ka frikë se një gjë si Silvinho mund të ndodhi, se tani Gjorgje Mendes se shumë afër historive shqiptare, po ti thotë ai, hajde Silvinho, mbarove këtë këtu, çojmë çik në skuadër më të madhe me
Nuk është trampolinë e thjeshtë Shqipëria, është trampolinë serioze. Sepse hyn në biseda të lezetshme, bëhesh tavolina kryesore. Fakti që ai zgjati kontratën deri në korrik, është shenjë pastër që ai do të jetë i lirë në gusht. Në momentin që ai, domthonë në rastin e mirë që ne do shkojmë botror, në rastin që ne nuk shkojmë botror, ai e ka përpara gjithë këto muaj për të punuar për vetën e vet. Kështu që mendoj që ky është shansi që ai ta shfrytëzoj për bërë një gjë tjetër. Ne që jemi në fund fare, po gzim se do të shkojmë publicitet. Do shkosh botror, ne lymë Polonin. Do të mundesh Polonin, do të mundesh në qoftë se tashmë në qoftë se. Ora është malore nga më të vështira. Një gjë është e sigurt dietë, aty nuk ka fare malore, është BioCheck Diagnostic Center, vendi i duhur për analizat me eksperiencë 25 vjeçare. Zero gabime, shpejtësi maksimale, cilësia në maksimum. BioCheck Diagnostic Center, mos ju nda. Shkojmë në publicitet, edicion informativ dhe kthehemi më pas me pjesën e dytë të Pasos. Paso në Top Albania Radio. Rikthehemi përsëri live në Paso në Top Albania Radio, po ashtu dhe në digital në Sport News. Dhe momenti për të falenderuar dhe Atlantic. Sigurohu me vetëm një klik me Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracioni që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotso të dhënat dhe me një klik je i siguruar. Kishim gjë tjetër për kombëtaren apo ndrojmë tërësisht temë? Nëse ka diçka. Është përcaktuar dhe kalendari. Shqipëria fillon me Bielorusinë në shtator, në 26 shtator. Pas 3 ditë shkojmë në San Marino. Pastaj shkojmë në Filan në 3 tetor. Kjo ishte një nga kërkesat paktën që kishte edhe Silvinho dhe edhe federata për të mos luajtur shumë afër dimrit në Filan sepse për shkak edhe të ftohtit. Pastaj luajmë në 6 tetor në Shqipëri me San Marino dhe 2 ndeshje fundit janë në nëntor, Shqipëri-Filan dhe Bielorusi-Shqipëri. Këto janë duelet. Vendi i parë na kualifikon në grupin B, në ligën B si quhet ndryshe, por vendi i parë në krahun tjetër na jep edhe një mundësi që të hyjmë më shpejt në play-offin e kampionatit evropian siç ndodh më përpara. Short më të vështirë ka Kosova luan me në grupin B3 luan me Izraelin, Austrinë dhe Irlandën. Një grup shumë i fortë për Kosovën. Cilë që po Kosova është një vazon më sipër, ë? Vazon B. Do të ata mjafton mos dalin të fundit dhe që të rinë të B-ja. Që të mundohen dhe të rinë të vazhdojnë ke Liga B. Edhe pse ky grupi jon duket kështu se SB San Marino që duket Ajo Bielorusia për shembull shqetëson, si gjithmonë nuk na ndahet. Edhe Finlanda, ne edhe me Finlandën kemi rezultate, madje po ti shikoje statistikat se I lexova sot, kemi 2 fitore, 4 fitore kanë ata dhe 2 barazime, domethënë statistikë nuk është se I kemi kaq. Edhe Bielorusia nuk është ekipi I lehtë për të marrë. Jo, se duhet të zëm vend I parë. Por Bielorusia është një kusht, është një kusht. Po është kusht, kështu që nuk është. Kthehemi pak tani te futbolli shqiptar. Përshëndetje dhe Tan Stokën. Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Ka patur një polemik të jashtëzakonshme këtë javë me Tan Stoka po largo pak nga grupi që I mbledhur. Jo, tash më fal, kanë tash nisë çuna ti fotot Partizani, po I bën reklam tash ata janë me 20 makina. Hapi Top Albania Radio, Jonas gjithë dëgjojnë Top Albania Radio, e kupton? A shumë mirë bëni, është fat, shumë mirë. Janë tifozat Partizanit, domethënë kemi kujdes. Jemi te digital. Do ta shohim të varin e Partizanit bashkë çishtet mesjavë me Jeminin, je gati tani. Ka ndodhur në ndeshjen e Kupës Elbasani Partizani një moment në minutën e 88 kur Skuka është shkëputur. Është shkëputur. Do të jem realist. I vetëm një sekond se po shikojmë për gjithë ata që na ndjekin nga ekrani dhe ta shpjegojmë. Pra është një tërheqje ndaj Skukës që ka filluar jashtë, ka vazhduar dhe pak brenda dhe pastaj në zonë Skuka rrëzohet. Arbitri dha penallti, Skuka goditi, Partizani shënoi, fitoi ndeshjen e parë me Elbasanin. Polemika ndodhen mbrapa, pasi Elbasani doli me notë zyrtare për shqetësimin që arbitrat nuk po mbajnë ndeshjet drejt, doli dhe shoqata e gjyqtarëve foli, shpjegoi rregullin që faulli fillon jashtë dhe vazhdon dhe brenda jepet penallti. Elbasani doli prapë mbrapa se vazhdon reagim pas reagimi, tha një rast I tillë në fazën e parë me Dinamon nuk na është dhënë penallti, na u dha faull jashtë zone, kështu që situata është e tillë. Të flasë një herë Lenci, ta shpjegoj nga ana vet. Stoka pastaj futu ti. Mendoj që nëse ka pasur një ndeshje të arbitruar më korrekt se sa kjo, kush ishte arbitri? Ka qenë një arbitër I ri, çuni I ri, viti I dytë është Super League, po e kam parë ndeshjen nga minuta e parë deri në fund. Domethënë ka qenë ndeshje arbitruar në mënyrë më korrekte. Korrekte, domethënë arbitrim perfekt. I gjithi. Me ato gabimet e arbitrit se është çuni I ri, po them korrekte, pa ndikime majtas djatha, se gabime ka në fallën. Për rastin konkret,
Unë mendoj që ka vepruar shumë drejt. Është penalti. Po shpjegoj pse. Se ndryshon dhe Elbasani këtu ka gabuar që krahason rastin e Alit, se nuk është i njëjtë. Se rasti i Alit është ndryrje me këmbë. Është ndryrje me këmbë dhe duhet të sqaroj vetëm këtë diçka, që faullat që janë tërheqje fanelle nuk ka momenti ku niset, por momenti ku e lëshon. Për rastin e fanellës. Lëshimi këtu është brenda zonës. Po, është dukshëm. Rasti i Alit është e kundërta, sepse faulli, kontakti ndodh jashtë zonës dhe rënia bëhet brenda. Aty ka gabuar arbitri se dha penalti. Elbasani Dinamo dhe ju kthye vari kur e pa që kontakti ishte jashtë dhe i dha karton kuq. I vetmi diskutimi është këtu kartoni kuq. A është kartoni kuq apo jo? Unë them prapë që është kartoni kuq sepse këtu elementi i kartonit kuq është që lojtari mbrojtës nuk ka si mundësi të luajë me topin. Ky është ndryshimi i kartonit. Sepse kjo është sjellje antisportive, nuk është ndryrje. Kështu që ndërkohë pastaj që ta mbyll komplet, pastaj ky reagim i shoqatës që më duket një trullosje totale. Flasim për reagimin e shoqatës pak më vonë. Stoka. Atëherë, unë e para do të më jenë shumë keq për tifozët e Elbasanit tjerë, sepse ne kemi trajtuar si miq, dhe jo vetëm Elbasanit, por çdo ekip që vjen te Arena Demave ne trajtojmë si miq. Ne kemi trajtuar shumë si miq. Ata na kanë trajtuar në mënyrë skandaloze në stadiumin e tyre, dhe kemi vjen shumë keq. Janë ca figura ish lojtarë të Partizanit, që ata i kanë çuar nga vendet aty që sapo që është tribuna Vila Themi dhe i kanë çuar si janë vendet e juaja dhe është zonë e shtyrë në andej. Po vetëm para një javë ata ishin te Arena Demave dhe kemi trajtuar shumë si miq. Edhe gjesti që ofendonin trajnerin e Partizanit. Nëse sa nuk është mirë, në thënë vërtet. Ai nisi vetë 90 minuta në korë, si në Tiranë, si në Elbasan, trajnerin tonë. E që ulët. E pa imagjinueshme, të pa edukuar. Është të mërshme. Trajneri. Aty është goca, gra, që kanë ardhur për të bërë ndeshje dhe ne presim që të marrim gratë në stadium, të marrim motrat tona, gratë tona në stadium, por çfarë të vinë? Por që ta derra që shajnë gjithë 90 minuta. E pa besueshme. E para jetë. Do ta filloj me këtë që jam shumë i ataruar me këtë gjë. Po. Dhe ata nuk mund të përfitojnë me butësim ton. Dhe ne jemi Partizani dhe çdo njeri do trajtohet në stadium si njeri në radhë parë. Po i përpara një ndeshje, do ta them tek si ta hasa përpara një sport. Jam dakord që ai falli filloi jashtë zone për punën e penaltisë, por Partizani ka bërë ndeshjen më të mirë të sezonit me këtë trajner. Ne atë ndeshje do ta kishim fituar 5-0. Jemi tani edhe Elbasani humbi raste, po jo Partizani ka luajtur. Pasur ne Elbasani nuk fiksin në ëndër. Ne kemi gabuar shumë, do ta kishim fituar të ndeshjen 0-5. Ka një rritje Partizani si mendon ti këto ditët e fundit? Partizani ka lojtarët, unë jam thonë që në fillim, Partizani ka lojtarët. Do në vendin e dur, kaq. Jeni gati për derbin të dielën? Jemi gati për derbin dhe bilet sa mendoj edhe sepse me edhe marr shkak se dhe manushim tani do të mendosh diçka që mund të i bëj diçka Zaloshës. Ju kanë përgatitur një surprizë për ta. Zalosha është hënën përballë teje aty. Po si ata shih sepse po thonë që gazetat, media që Partizan Tirana gjithmonë ka qenë persekutuar. Dhe po lexoj ca shkrime të vjetra të viteve 70, 69, 70 dhe në 75. Po. Që nuk ka qenë aq se persekutuar Tirana. Dhe ishte persekutuar, Tirana kishte marrë 10 kampionate midis periudhës nga 46 deri në 90-ën. Nëse do ishte persekutuar nuk do të asnjë kampionat apo jo. Ka marrë 10. Po nuk po si. Vetëm çapo, mund të fitoni 20, pse fituan 10 për shembull. Ne kemi bërë 181 ndeshje për me qenë statistikën, lëndën e statistikës kanë pas gjithmonë 10, dhe gjithmonë e dua këtë lëndë. Janë bërë 181 ndeshje për me që radio dëgjuat e po na dëgjojnë. Janë bërë 181 ndeshje midis Partizanit dhe Tiranës. Partizani ka 74 fitore, Tirana ka 49, me nosa mbrapa janë 25 fitore mbrapa. E kupton tash sa larg jemi? Dgjoj. Dhe prit. Të hënën duhet vish me dosje të hënën. Të lutem jemi themeluar 46. Janë ata 20 vjet ata, le të themi 26 vjet mbrapa, me që ata na thonë jemi në 20-ën. Janë shumë mbrapa nesh për shumë gjona. Ju si Tirana ka i bab, ai quhet Partizan, për gjithë që dëgjojnë, do tregojmë edhe të dielën në fush. Passo në Top Albania Radio. Jemi sërish në Passo. Përpara se të flasim dhe për fundjavën në kampionatin ton, kishte diçka për gjykat për shoqatën gjyqtare. Se tani është bërë edhe kështu që sharake kjo situatë. Jo, kam replik me ty. Jo, dakor, ta mbarojmë pastaj. Se nuk arrit dot ta kuptoj se si kjo lajthitje kolektive e shoqatës që del tani javë për javë, që merret një herë me trajnerin, tani merret me klubin
A thua ti dhe merret vetëm në rastet kur janë të sakta vendime. Dhe unë që aty në futbollin ton ka ndodhur çuditëra ndër vite, që janë rrahur arbitrat, janë goditur këta e ata, s'ka dal kurrë, se s'ka qenë kurrë. Nuk tihet poshtë. Po ama që ata dalin dhe të flasin për raste, nuk është diçka që një sekondë, o Glen. Është e pamundur. Është shumë mirë që po dalin. Ti mund të dalësh. Unë kam një vërejtje tjetër. Ja ta mbaroj më një sekondë. Ti mund të dalësh të shpjegosh se po dole kështu, do shpjegosh edhe 25 raste. Çdo javë. Si të dalësh çdo javë? Jo, nuk do dali për 25 raste, por për 2 raste, 3 raste që janë më të diskutuar të javës nuk është një problem. Se dole javën e kaluar te Gnaqja me Tiranën, te problemi. Se interpreton. T'ja qartësoj pak. Mi pra të dalë çdo javë të po themi. Nuk lidhet ringjallja shoqatës nuk lidhet me rastet. Ata do të thonë jemi gjatë se po vijnë votime. Se po vijnë, po dhe kjo është se ata zgjohen njëherë 4 vjet. Për diçka. Janë si ata të vdekurit që ngjallen për votime manush, edhe këta. E di që nuk i fal ata shoqatës, që nuk më pëlqen. Shoqata arbitrave thotë. O gzim. Që arbitrave sepse do votoj. Po ti thash rasteve. Po ti thash duhet të zgjohet edhe shoqata mjekëve për shembull, apo shoqata tjetër, pse nuk zgjohet? Shoqata mjekëve inshallah nuk zgjohet, se do na marrin në një si voleybolli. Që gozën më të bukur e nxorën mashkull. Për një diçka ti je i sigurt që shoqata e arbitrave vetëm nga koka. Sjellën më përgjegjësi ku ajo vajzë. Vetëm se për një diçka ti je sigurt që shoqata e arbitrave vetëm nga koka e vet nuk del me këto deklarat. Për këtë ti je i bindur. Ajo është e sigurt fare. Nuk kanë ata, jo. Ata duhet të marrin lejë. Shpjegoja mirë. Kur ke qenë arbitri ti. Edhe për një rast penalltie, se si do të thonë, edhe për një rast penalltie. Për këtë ti je i bindur. Po mirë më. Ta them kështu me. Çka ka të keqe me marrje. Dhe tjetra, shiko ç'a ndodh. Si mund të dalin arbitrat të nxjerrin story nëpër rrjetet sociale rastin e penalltisë. Ora kanë lajtitur komplet. Arbitrat më arbitrat. Kjo është strategji komunikimi pastaj. Nuk po hyj kësaj strategjie. Ajo shikoj, ja një sekondë, ta them diçka ç'a mendoj. Që shoqata arbitrave e para njëherë duhet dalë një institucion flasin, ndoshta jo shoqata, por sektori arbitrave. Kush? Jareci për shkak. Mund dali dhe thotë çdo javë 2 raste pikante ti shpjegoj. Ajo që nuk më pëlqeu mua që deklarata e shoqatës që ata bënin dhe një analizë. Pra, përveç se ai thoshte, shiko, ne në këtë rast arbitri është referuar rasti çur, pastaj bën një analizë thotë ju mos i gjykoni këto gjëra kështu se ti jep vetëm shpjegimin, mos ose si sta për tetovën. Ai do të mbulojë dështimet e veta. Kjo nuk është fjali që mund ta thotë shoqata e gjyqtarëve. Shiko, a ke parë në një vend të botës? Reagon vetëm për rastin për cilin flitet. A ke parë në një vend të botës ti të dalë? Mua për shkak më pëlqeu që ata folën këtë javë dhe thanë që në bazë të rregullores këtu arbitri ka vepruar drejt. Kjo më pëlqen. Të pëlqen kjo? Dhe mundësisht ta bëjnë çdo javë. Po javës tjetër kur të jetë 3 penallti, si do të shpjegosh? Nuk po i vë emër të dali shoqata, të dali presidenti i shoqatës apo të dali dikush që merret me arbitrat, që i mbron në rastin kur ata gabojnë ose nuk gabojnë. Se ka ndodhur në raste që gabon. Ai shoqata mund dali thotë vëlla, në këtë rast ne gabuam. Arbitri gaboi. Siç doli dje shoqata e sektori arbitrave në Spanjë dhe tha sistemi automatik në ndeshjen Atletico Madridit Barcelona nuk funksionoi dhe arbitrat vepruan në mënyrë manuale. E shpjegoi pra ç'a ndodhi. Shpjegoi një diçka teknike për publikun se nuk e kuptoi. Po jo të dalësh ti dhe të merresh me klubin. Po pra këtë po them unë. Po mirë. Mos u merr me klubin, me Elbasanin më shumë në këtë rast. Tani këtë dje ka dalë drejtori të sportivi Egnanis dhe ka folur më rënd akoma se sa tetova. Do merresh me këta tani ti? Jo, për këtë nuk del ai. Po si do merresh? Për këtë duhet dali federata flasin, sa i ka bërë deklarata të forta. Po, shumë të forta. Ka bërë deklarata të forta. Ai ka thënë ndeshjet i bëjnë si duan. Po, ndeshjet i bëjnë si duan. Ekipi kampion. Drejtori i ekipit kampion thotë ndeshjet i bëjnë si duan. Arbitrat nuk i bën gabimet pa qëllim. Po, ai ka shumë të forta. Merr ata tani. Dhe diçka tjetër. Sot duhet dilte federata të bëndë njoftim. Ku fletë ai? Dhe diçka që ta sqarojmë, o Glen, shoqata e arbitrave nuk ka lidhje me sektorin e arbitrave. Ti jemi të pse s'ka lidhje? S'ka lidhje më. Shoqata e arbitrave presupozohet që është një s'duhet dali fare thotë. Jo, më është një shoqat, OJF. OJF ç'pun ka me reagon vetëm për ngjarje të mëdha. Patjetër më. Si dali sektori arbitrave? Po, nëse ka një trysni kaq të madhe, zyrtar sektori. Po patjetër më. Kur del një klub dhe flet, bën njoftim për shtyp, ke drejt reagosh. Do lëmë në Manushin. Sektori arbitrimi. Ju të dy jeni Atletico Madridit, ne jemi Barcelona. Na leni të sulmojmë në herë. Ti më e mbaruar. Më pëlqeu Glenti kur tha që ku flet ai ashtu tha. Kupton të marr leje ke Glenti ai, se ç'a thot drejtori Ignatis. Jo, mua më pëlqen që flet. Ore, jo të pëlqen, po ti ke kapelen. Ata i bëjnë si duan. Ne tregon që vazhdojmë të bëjmë si duan. Ne u dënuam. Pra ti pranon. Ne u dënuam 10 vjet se i bënim si donim. Tani vazhdojmë në mënyra të tjera që i bëjmë si duam. Para në stadiumet bosh.
Se vazhdojmë të bëjmë ashtu, që nuk thehen njerëzit. Po më fal. Edhe sot 5 familje që vinë me femra me gjëra me motra e çfarë janë prindët futbollistës e farefis, sot fjalori është i ndyrë fare. Pse e lejnë akoma? Pse nuk marrin masa? Pse na duhen 300 veta në stadium ne? Më mi le familjarët atje dhe aq sa të vinë. Të sigurohen. Pse e lejnë këtë punë? I bin që kështu e duan. T'ja lejnë dorët atyre adoleshentëve aty. Dhe kjo që thot Glenti për shembull që shoqatës, unë nuk jam dakord që ata të marrin përsipër këtë punë, se ata komandohen. Kur ka qenë Lenci Albiti, Ka shans. Lenci e di shumë mirë, shoqata s'ka ekzistuar. As tani mos Kur ka zero. qenë para Lencit Bujar Pregja, shoqata ishin 2 veta. Merrte urdhër nga Po 2 janë dhe tani. Shulku ti merrte urdhër Po, nga 2 Duka, janë. Maroj shoqata, kjo është shoqata. O gzi më Kjo fal. është shoqata manush. Ky thot gabim kolektiv shoqata. Jo më jo, është vetëm një njeri. Vetëm një njeri, vetëm një njeri bën gjithë o manush. Të kuptoj tani. O manush, është i sojsin politik sot, të thush gabimin e kanë 10 ministra. Jo më jo, ata varen nga i sipër. Në ne gabojmë sepse kemi gjithmonë një zot sipër që na thon na mëson ai ç'a të bëjmë. Ore vetëm një sekond, a pat ju ndonjë te deklarata, a pat poshtë kokën presidenti, shoqata, a pat ndonjë kush e ka bërë këtë? Kush? Flet në emër shoqata. Kush? Dhe e dyta, që thua ti, ai drejtori tani, ai duhet të merret, duhet të reagojë federata se ai është ai është prishje imazhit. Të po them, nëse ti reagon ti pranon atë që thot ai. Po pra, ai duhet thirrur tani në komision disiplinë. Që ti ke prova që po thua për këtë. Po tani do dal prapë shoqata do merret me ata, që po cënon imazhin e arbitrave. Po ju më këto si janë. Dhe un kam dhe informacion që dhe këto se dikush e pyeti që ta orë çai keni këto. Lare se na kanë thënë që të dalim të dilni flisni. Me zot. Ka kupton ku jemi tani apo? Edhe tekstin ja u bën tekstin gati, pse s'din as ta shkruaj. Po ti ishe ti në krye të shoqatës, ç'a do bëje në këtë rast? Ky do ishte në krye të. Ku kam unë me. Jo, po ti ishe ç'a do bëje? Si mund të jem unë krye të qoshatës? Ç'a do bëje më? Ç'a do bëje? Do reagoje po them. Po do reagoja, po jo duke u marrë me klubet dhe me, do reagoja për një rast kur bëhet që ka. Ti njeri premtuar për të bërë presidenti një federate tjetër dhe lan bal. Sa mbështetet, s'pata mbështetjen e Shout. I kujt shout. I Padelit. Se këtu kemi 2 kandidatë për president. Se është i Padelit dhe i Damit. Edhe i Damit. Damin unë kam sigurt fare. Ti ke gjetë 4 pleq, unë kam 5 pleq në dom. Po ne morëm në fond 2 milion. Ke Dami jemi të fortë. Java e kampionatit shqiptar fillon ditën e shtunë nesër me Vora Ignatia ndeshja e parë në orën 13:30, pastaj është Teuta Bylis. Dhe ditën e diel janë Dinamo me Flamurtarin. Në Elbasan do luhet kjo ndeshje. Partizani Tirana në orën 4:30 në stadiumin Air Albania këtu dhe Vllaznia Elbasani në orën 19:30. Është dita dhe që Vllaznia me 16 shkurt feston 107 vjetori. A beri një protestë tek Nadia shembullore model për të marrë edhe në botë? A dëgjove ti në të dalë në një komision thotë që ne për këtë zero. A dëgjove në një media apo në një zero. Ore si ta dënojnë? Patjetër që dënonë. Si e dënon? Shiko, ky është kampionati i protestave. Se ka protesta shumë bukur. Mirë, më fal. Është kampionati i protestave shumë e bukur. Kjo është tendenca më e mirë që ka kampionati. Është shumë e bukur kampionati, ka protestë, ka lëvizje sa brenda. Kaq për ulë sa kanë qenë, nuk janë më. Tirana bëri 2 herë që u ngujuan vend. Pse të zgdor? Ajo tjetra Ignatia apo shpërthen. Të thotë Ignatia, këtu ndeshjet janë të bëra, të mbaruara gjërat, ka dalë 2 herë kampion. Ka prish rregullin e shumë gjërave, edhe prap ta thot këtë, imagjino se çfarë ndodh. Thua ti Gzim. Tani unë për uljen e shoh ekstreme. Për uljen? Edhe unë ti thua që vetë ata që flasin janë të kurdisur të tjerë. Jo, nuk janë kurdisur, është deklaratë e kurdisur. Turpshme janë të vogla, Ai ka bërë të proteste dhe ka fut kokën diku me ai ST ka i për 24 orë ajo është zëre. Manush ti morë tan stokën. Protesta vërtet është tani. Tani flisni. Pse pyetet tan stokën? Për Partizanin. Rebeli më i madh i kampionatit, ku është sot? Po gjithmonë Partizani, jo Tan Stoka. Tan Stoka është Partizani. Partizani ku është sot? Unë s'po bëj diferencë. Partizani nuk është rebel më. Unë s'po bëj diferencë. Çfarë ka? Pse është kështu? Unë s'po bëj diferencë. Partizani e tremtë sistemin. Unë Partizani konsideroj klub autoritar edhe nuk është më ai që ka qenë. Po s'është më. Problemi është që unë ke gjithë klubet e futbollit shoh një tulatje, një porulsi e frikshme afër neveris, në kuptimin që këta pranojnë çdo lloj pjatë çorp që i serviret dhe tregon që kanë një varfëri në menaxhim, varfëri në financa, në arka, në çdo gjë dhe dikush i ka thënë që rini aty dhe merrni frikë. Nuk është kjo, Manush, nuk është kjo përcaktuese. Varfëri në arka. Varfëria më e madhe tek ne nuk është varfëria ekonomike, është varfëria morale.
Po shpjegoj një gjë tjetër. Një ekip që nuk ka varfëri financiare është Dinamo. Dinamo është në rregull me financat me gjërat. Ama është ke ekipet e padashur, është ke ekipet që dënohet. E lem çam mëkatesh ka vet daja. Po ti shohësh shumë gjithë të padashur janë. Se Tirana proteston. Elbasani bën. Tirana mbas protestës. Po prit një sekond. Elbasani proteston. Ignatia proteston. Gjitha kështu këta. Dgjoj. Po ato protestojnë gjithë. Kush nuk proteston? Po kush pra nuk proteston? Vora protestoi. Jo. Po si, a doli trajneri tha turpi. Po ama ai trajner që duhet të dënu, se ti thua kështu, duhet të dënu për këtë turpi. Sa i 2-3 javë përpara bëri një. Po është ajo që thotë ai. Fantastik fare. Kto janë ata. Ai staf foli për turbin. Atë ai po e themi një fjalë, po inshallah s'na dëgjojnë, domethënë. Po e themi një fjalë, se na ka ardhur tu, po inshallah nuk na dëgjojnë. Dgjoj, di se është puna, le të flasim. Po puna është që këta përdorin komisionin e disiplinës si shpatat e. Ore po të ketë lëvizje, po themi se ata për të mirë lëvizje më për të mirë po mendohen shkretët. Që këta mbahen gjallë nga sistemi politik. Dhe ai spyt se ç'a flasin, ç'a ndodh, sepse ti je në vend tjetër. Njerëz që dëgjojnë dhe që shohin, me ato që thon vet personazhet e futbollit, hajde çik tu, hajde ti dhe ti. Po si. Po tregoj çik ti po sistemi politik nuk punon. Nuk punon dhe ti vazhdo fritës dëgjon njëri. Ka rrallë derisa shkojmë te sporti. Ka manushi që njerëzit politikë. Jo, politika është mbrojtja më e madhe. Politika si buri asgjë futbollit, kur futbolli do 90 vjet. Politika e mbrojtjes. Çfarë do bëj sot? Edhe kështu kanë gjithë urt sepse thon nuk na dënon vetëm FSHV-ja, do dhe politika. Je dakord me unë ose dakord? Është sot është dita e festës radios. Kalon festa jon. Ja, kjo është e keqe. Nuk kemi këtu për të zgjidh halle që si përkasin, ama është dita botërore e radios. E ngren për zërin. Diku ti thon radio Manush? Prandaj po flasim kështu. Radio do thotë shtirim, do thotë ndërgjegje, do thotë pastërti. Radio është më e mirë se televizioni për këtë arsye. Pse thua ti që në paso thuan shumë gjëra se në proces? Përveç që jemi barku shërmërisë, thuan edhe gjëra që si thot barku në proces në radio. Momenti për të shkëputur, sepse nuk kemë fjalë më së asaj që tha Gzimi tani. Kthehemi pastaj në pjesën e fundit, do flasim pak për paktin që ka bërë Ceferin me Real Madrid. Passo në Top Albania Radio. E pason topi Lorenzo Emini më në fund se e mbajti shumë për vete. Dhe kalojmë me një falënderim veçantë për Dental Med Austrian, klinikën më të mirë në Tiranë dhe jo vetëm që të bësi shikon Manu. Ja xhelozi. Si jam xheloz, jo, po ky domethënë kur fillon për këtë falënderimin për Dental Medin, i vjen një buzëqeshje. Buzëqesh nxjerr dhëmë dhe më thot mua një shok, të kem t'ja vjedh ato dhëmë të fleksit. Edhe ti ka qartë, ti ke shumë bukur. Mi ka bërë me shumë dashuri. Ti ka qartë. Përpara kongresit të UEFA-s që u zhvillua këtë javë në Bruksel, një njoftim doli në rrjetet sociale ku shkruante se pas disa muajsh diskutimesh, UEFA dhe Real Madrid kanë arritur një marrëveshje në të mirën e futbollit, thotë. Në respekt të meritave sportive, me një vëmendje të veçantë për qëndrueshmërinë në kohë të gjatë dhe përmirësimin e eksperiencës së tifozëve nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Pra, rresh gjesku katër fjali. Pa, e rëndësishme ishte që kishin punuar gjithë këto muaj për të arritur një marrëveshje midis Al Khelaifit, Florentino Perez dhe Ceferin. Pra, edhe Real Madridit do të rreqi tani të gjitha paditë që ka bërë ndaj UEFA-s. Ky është i gjyqi e Velia për të mbyllur projektin e Superligës. 5 gjyqe që fitoi, i të roqëm mbrapsh. Ky thotë di çfarë është kjo? Kjo është hajde t'japi tender edhe mos. Hajde t'japi tender fiks fare kështu. Ai ka tjetër. Ja ky është Real Madrid. Çfarë fiton Real Madridi tani? Klubi historik i madh. Gjen gjuhën tani me Ceferinin. Çfarë fiton? Ai thotë që ti do marrësh kaq. Unë them që fiton. Ceferini vitin çështje parash do ngrishin, çështje parash rregullon. Po kjo është tradhti e madhe e futbollit. Ato katër fjali që më vesh Lenci. Një sekond tani. Ka të vërtetë që si kupton se janë rafishata burokratike. Real Madridit nisi një projekt me shumë klube të tjera. Rrugës shpjegimi dha. Po jepi çfarë shpjegimi dha. Miliardat nuk po i marrin ata që e prodhojnë futbollin. Po i marrin zyrtarë. Po rrugës ama filluan gjithë duke u larguar. Gjithë duke u larguar filluan rrugës. Ekipet angleze larguan, italianët, gjermanët, ngeli vetëm. I fundit ishte Barcelona që u largua vetëm 2 javë më parë, që tha e mbyllin projektin e Superligës dhe i fundit tani Real Madrid. Puna është çfarë fiton Real Madrid në këtë histori. Si mendoni ju, ku gjuan? Si që ka një çështje këtu brenda. Ku gjuan? Që ai ka marrë një pakt. Ku gjuan? Çfarë do gjuaj tjetër? Parat, po si do japin parat? Se parat nuk jetë kështu. Parat do japin aty, do e gjejnë gjuhën ata, mos ke merak. Nga artikull që kam lexuar në Spanjë, ideja është që Florentino Perez kërkon një kontroll ndaj ekipeve angleze. Nuk i do ekipet angleze kaq të forta. Do një raport financiar shumë të fuqishëm me Manchester City, me Manchester United,
me shpenzimet që ata bëjnë. Kjo që bën për ta tkurrur pak atë ose për ta zvogluar pak diferencën që kanë me anglezët që sot janë të pakapshëm. Sot një ekip i fundit në Angli shpenzon sa Real Madridi. Po i humb pak autoriteti, më kupton? Ata nuk janë sot, nuk bëjnë dot me paratë siç bëjnë anglezët. Kjo që thua ti Gledi, kjo është një turp tjetër. Turp mas turpit i vit turpi, si tha trajneri jo. Po çku tim ka ky ekip të marri të drejtën nga UEFA që të kontrollojë ekipet e tjera? Kush je ti më? Ti u turprove në sy të gjithë botës. Dhe rebelove si klub. Ti tani të kontrollosh se sa shpenzojnë ata, nëse nuk ka fair play financiar, të dënojnë anglezët. Të futet fair play financiar ti e di fort. Tjetër histori. Po pse s'dohet të dënohet Paris Saint-Germain? E ka shkel 100 herë dhe Paris e ka shkel. Planeti Anglin futboll është jashtë gjithë skemave dhe nuk varet nga asnjë, varet vetëm nga vetja vet. Dhe nëse s'ka lidhje me Superligën, janë vetë klubet angleze që janë në situatë të shëndetshme, që nga financiare, që nga morale, që nga tifozliku, që nga marka e gjërave që prodhojnë. Real Madridit ka të drejtë të kërkojë Superligën, se është një mi kampionat, si ishte ti Gzim, që tret parë me këdo të ndeshën presin sa do e rafi, 1-0, 2-0, 3-0, dhe pastaj merren ndihmë me arbitrat, me gjërat. Shifrat e maj me tret parë ti marrin. Është një institucion që realisht, ne me Glendin e shohim çik më shukan në spanjoll, po Real Madridi me Almerin marr gjithmonë si shembull. E shef dhe se çfarë do i shijosh ti këtij futbolli kur ke Arsenal Sunderland Crown tjetër sa që janë gjitha në një orë. Këto ishin të interesuara për vërtetë për ta bërë. Unë mendoj që Superliga në futboll do ishte shumë e dhunshme. Do ishte tepër futboll, do ishte agresive si mesele. Do të bëhesh gjithë një gjë reklame, do të thënë një hyrje agresive të lekët në futboll. Dhe ne dim se ç'është, ne kemi Champions League-ën që është gjë më e bukur që i shijojmë futboll dhe që kemi edhe në digital tani. Dhe na bezdis ndonjëherë kur hyet reklama atje më shumë se ç'duhet. Imagjino tani të krijote një Super League me një tjetër kalendar jashtë kampionateve kombëtare. Unë them që mund të ketë ndryshim prap. Çfarë do të ndryshim? Ndryshim që mund t'i afrohet më shumë Superligës. Edhe skema e Champions. Po duke parë meritat sportive gjithmonë. Skema e Champions këtë vit ishte edhe 2 vjet suksesshme. Edhe 2 vjet nuk besoj që ndryshon. Ne pam ditën e fundit. Po tani fakti që ata kanë pranuar, që janë ulur gjithë palët, kanë diskutuar dhe i gjë Real Madrid do t'i plotësohet në këto kërkesa. A keni parasysh që janë shujtur kampionatet në Ballkan? Po më thonin edhe në Jugosllavi që dikur ka pasur stadiumet plot, vetëm në derbi kur Crvena Zvezda me atë mbushen. Ka një rënje tifozësh dhe në Ballkan. Futbolli në vende si këto, për shembull, ku jo fajin vete kanë. Dëgjoj Manush, më kishte një ballkanike për gjithë ato. Manush. Bënin 2-3 skuadra me njëra tjetrën të bënin një kampionat. A ke dëgjuar për Ballkanin ti Manush? Ishte interesante. A ke dëgjuar për Ballkanin si është fenomeni i ndeshjeve jo të vërteta? A ke dëgjuar sa është goditur? A e diti sa është besueshmëria e futbollit në Ballkan? A e ke parë kush janë dënimet më të mëdha? Ballkani më ka dhe meriton. Ballkani më, a themi ne politikisht, është kazan që zihen. Edhe kazani i futbollit zihen në Ballkan. Jo pa arsye. Nuk ka neshë, janë të goditur gjithë. Edhe në futboll doli Turqia, para një jave Turqia dënoi 300 arbitra, 200 menaxher. Kaq atë, ç'është kjo ushtri e madhe që u merrte me trukime. Po Ballkani Ama lëviz. Dënoi për sa qindra veta. Po, jam dakord. Turqia. Kurse ne nuk shqetësohemi fare, ne vazhdojmë. Ballkani goditet kollaj se është i vogël. Të thotë Ignatja që neshjet nuk vojnë nga ne andej, shumë e rënd. Po s'të dëgjon njëri? I vogël nuk është, sepse Ballkani nuk është i vogël. Jo, flas Ballkani si koncept ekipe dhe kampionatet. Po jo më se Ballkani ka në Evropë. Qofse ti ke në Evropë sa duash ti trukime në gjithë Evropën. Po nuk merren aq seriozisht sa një rezume të shkurtër për fundjavën. Sot fillon me Serie A, një ndeshje e rëndësishme Pisa Milan, rikthehet Milani të luajë sot me Pisën orën 20:45. Nesër do të jetë Interi me Juventusin, derbi Italisë në mbrëmje në orën 20:45. Të dielën do luhet Roma me Napolin, pra duele interesante në Serie A. Kampionati anglez pushon këtë javë, ka ndeshjet e kupës, ndërsa në Spanjë Real Madridit pret nesër Sociedadin, një skuadër që po bën paraqitje të mira në Spanjë, arriti dhe një fitore në derbi. Blendi klubi anglez. FA Cup, Kupa e Federatës si quhet ndryshe, ndërsa Barcelona do luajë derbin me Gironën ditën e hënë në orën 9. Këto janë duelet e rëndësishme të fundjavës në Digital. Edhe një fjalim me që ishim të Kemi disa minuta, kemi apo? Minuta fundit, po. Se ti se Edi marr shkas nga ajo që tha që kjo skem si vjet doli e suksesshme, nuk është kështu.
Sepse Po prit ta shohim deri në fund. Në një raport që ishte bërë financiar, sepse kjo u bë që ekipet që u bë me 36. A skema Champions League dua, Nuk kishte sukses, ishte bërë një raport financiar, kishte dalë. Jo, skema jon sukses, Gjitha ekipet e mëdha ato i kishin marrë, po legët. Po më mirë. Këto këte poshtë. Po legët ata do i marrin, se kur do i marrin. Po çka suksesi këtu? Po suksesi ai ishte për të marrë legët Real Madridi. Po ata pra. Po ata duan dhe më shumë, nuk është UEFA e bëri ndryshe Po skemën. pse don futboll? Pse don futboll? Po si është në jetën e përditshme? Kush bëhet më i pasur në jetën e përditshme? A bëhet i më i pasur i më i pasur? Më i pasur bëhet më i pasur. Më i pasur. Ai që meriton të vetëm të kason. Ai që meriton. Vetëm këtu është ai që meriton. Falenderoj Gzim Sinematin, Lorenzo Eminin, Ed Manushin, në paso takohemi të premten tjetër si gjithmonë në orën 6 këtu në Top Albania Radio dhe në Digital. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe miru pafshim.